Dhe ja ku jemi bashkë në studio dashur miq drejt minutave të fundit të programit për një shfaqje fantastike që do të jetë në datën 15 prill në Teatrin e Operës dhe Baletit me titullin Zorba, The Greek apo Greku. Në fakt më kujton atë filmin e famshëm hollywoodian me Anthony Quinn i cili luaj në ishullin e Kretës, për do që nuk e ka parë mund të rikthehet ta kërkoj në platformat e shfaqjes së filmave, se është një film fantastik, por kësaj herë The Greek, Zorba, na vjen në Teatrin e Operës dhe Baletit me një koncert ku do të bëhen bashkë poezia e bukur greke, muzika e jashtëzakonshme e Mikis Theodorashis, me interpretimin e baritonit Artur Vera dhe me pianistën e mirë njohur Trida Ibrahimi. Mirëmëngjes, mirë se na erdhët të dy sot. Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën. Mikis Theodorashis është e kot të flasun, sepse jam profane në këtë fushë, por me aq sa unë e njoh, do ta përshkruaja shumë varfër. Ndërsa ti që je një pianiste me një fuqi të madhe shpirtërore dhe artistike, sepse ti kështu je rritur, mund të na e përshkruaje më bukur për publikun ç'është muzika e ti? Muzika e Miki Theodoraqisit është një muzikë komplekse, do të thoja, sepse i përfshin të tëra brenda. Miki nuk është një kompozitor, shumë njerëz mund ta njohin si kompozitor të muzikës së lehtë, të themi në thonjza, sepse nga këngët e tij, por ai ka shkruar vepra pafund, ka shkruar opera, ka shkruar balete, ka shkruar koncerte për piano, muzikë vokale të shumëllojshme. Është një kompozitor që ka studiuar me Olivier Messianin në Paris dhe Messiani dihet për ne muzikantët, është nga po dhe publiku ndoshta ka një publik i kultivuar mund ta njoh Messiani është nga kompozitorët kryesorë të shekullit të 20. Theodoraqis i ka studiuar pikërisht në Paris, ka jetuar në Paris disa vite, ka pasur një jetë shumë komplekse, ka provuar burgun, ka provuar internimin. Ngjarje që në jetën e një artisti janë të rëndësishme, mund të jenë fatkeqe, por janë të rëndësishme për të frymëzuar krijimtarinë e tij. Ai për shembull ka kompozuar edhe në burg dhe ka kompozuar për shembull mbi vargjet e Alekos Panagulisit, i cili ishte poet, revolucionar grek, ka qenë për disa vite edhe shoku i jetës së Oriana Fallaçit, të shkrimtares dhe gazetares italiane, e cila i ka dedikuar Panagulisit edhe një libër, Un uomo, një burr. Kështu që pra është një personazh shumë kompleks Theodoraqisi dhe nuk mund të klasifikohet si një kompozitor i muzikës së lehtë. Ne kemi zgjedhur këtë radhë që të sjellim muzikën e tij vokale, atë që është më afër publikut, por gjuha e tij është sa e thjeshtë, sepse ai atë kishte synim duke i bashkuar, pastaj ndoshta Arturi mund ta precizojë më shumë. Ai donte ta sillte muzikën sa më afër publikut. Kështu që muzika e tij është shumë e thjeshtë për të kuptuar, por aq edhe profesionale. Muzika e lehtë e mesdheut, që do të vinë nëpërmjet zërit të baritonit Artur Vera që kemi këtu në studio, i cili do të jetë solisti i vetëm në këtë shfaqje në datën 15 prill në orën 20. Mos e harroni dashur miq. Artur, jo më muzikë klasike kësaj herë. Je me Zorbën, je me The Greek, do të na sillësh tonalitetet e mesdheut, të kristaleve të bukura që imagjinojnë njerëzit në muzikën greke. Shikoni, ka qënë diku tek 30 korrika, 31 korrik ka qënë, unë kam qënë me pushime, rastësisht kalojnë një librari muzikore, shoh 2 libra të Miki Theodoraq me krijimtarinë e tij, i shkruaj Etrit, a bëjmë një koncert të tillë? Më thot dakord, e bëjmë, do me thënë, ka zërës e një vit që ne e mendojmë këtë koncert. Është shumë interesante krijimtaria e tij, vokale, njihet nga të gjithë, është masive dhe nëse do mendosh se cilët poet kanë marrë pjesë dhe domethënë janë poet nobelist, ata që kanë marrë, si të thuash, që kanë frymëzuar Mikin, poemat e cilëve ai ka marrë dhe po të vësh re filozofinë që kanë poezi dhe vështirësinë në gjuhën poetike, greke flas, dhe masivitetin që ka. Do me thënë janë 2 gjëra vërtet të mëdhaja, të bukura, të ndryshme nga njëra tjetra, por që kanë gjetur një emërues të përbashkët. Miki si ka bërë bashkë. Dhe si ka bërë bashkë, i ka bërë nëpërmjet folklorit. Po pra, folklori ka ngacmuar tek ai nervin e artistit bashkë me muzikën. Ai e thoshte në një intervistë të tij, thoshte unë ndëroja që kur të shkoja në Greqi mbas studimeve të mia, që do dëgjonte gjithë njerëzit do dëgjonin Korsakovin, Shostakovich, këtë dhe atë, dhe kur isha duke biseduar me miqtë e mi, më thanë thotë që
Po mirë më, këto do të gjejmë ne tash ne duam muzikën. Këto do të gjejmë gjithë, ne duam muzikën e vendit tonë dhe aty kuptova, thaj që duhet të lidhem me muzikën e vendit tim. Dhe ai i dha një dimension komplet tjetër muzikës greke. E ka ngritur atë në piedestal dhe i dha një rëndësi shumë të jashtëzakonshme buzukut. Sepse deri në atë moment konsiderohej si një instrument jo profesionist, një instrument tepër për argëtim. Që nuk i përkiste botës elitare të muzikës. Por në fakt, Mikis Theodorakis se ka prur buzukun në nivelin pothuajse të barabartë me instrumentat të tjerë të ka vendosur në orkestrën simfonike. Kështu që ju do të jeni në skenën e teatrit Operës së Baletit me pianon e tritës në interpretimin e saj virtuoz, por me një buzuk. Po, do të kemi të ftuar një instrumentist, një buzukist nga Greqia, Panayotis Limbanovnos. Ai vjen nga Katerini dhe është treguar jashtëzakonisht komunikues, bashkëpunues me ne, kemi pasur kontakt gjithë kohës, mezi po presim që të vijë, që të nisim provat intensivisht. Po, por ama do t'jeni pak dhe shumë në skenë. Se do njerë librat e mirë thotë, pak është edhe shumë, thot libri mirë. Kështu që ju do jeni 3 veta prezent. Është një informacion për të provuar, domethënë. Po mirë, do jeni pak në kuptimin do të jetë instrumenti i buzukut, do të jetë piano e tritës. Është hera e parë për ne, do të jetë Arturi si bariton dhe do të jetë dhe një aktor. Po, do të jetë. Sepse veçanta e këtij koncerti do të jetë që Arturi sigurisht do të këndojë në greqisht, të cilën thotë që e ka si gjuhën e tij të dytë, do ta zbulojmë pas pak pse. Por janë përkthyer të gjitha tekstet e këngëve të Theodorakis për të cilat në gjuhën shqipe, do të interpretohen nga një aktor në skenën e teatrit Operës së Baletit. Kështu që do të jetë një ndërthurje me skrimtarisë muzikore dhe poetike. Do të jetë fjala dhe muzika bashkë. Para ishte fjala, pastaj ritmi. Sigurisht. Ne zgjodhëm në fakt kësaj radhe që ta kishim prezent aktorin, sepse ky nuk është koncerti i parë që ne bëjmë. Vjet kemi bërë 3 cikle shumë të rëndësishme premier, do të thoja në Shqipëri me muzikë të Schubertit, ciklet e lideve, dhe i kemi përkthyer poezitë dhe aty, por ndryshe nga kjo radhë, i kemi pasur të titruara ose në background të themi, dhe këtë radhë menduam që t'i japim një rëndësi edhe më të madhe fjalës. Duke sjell aktorin pikërisht në skenë, do t'jetë Giuliano Brisku, aktori i teatrit kombëtar, i cili me shumë i disponueshëm edhe ai, me shumë kënaqësi pranoi ftesën tonë. Në karrierën e tij do të jetë një gur i vockël, por rëndësishëm në interpretimin e poemave poezive të Mikit. Absolutisht po, aq më tepër që janë poezi nobelistësh, janë autorët më të rëndësishëm grek, bëjnë bashkë shumë faktor. Elitis, Ritsos, Seferis. Kështu që në 15 ditë që nga një shfaqje për të mos të humbur për të gjithë. Dhe jo vetëm, nuk do të jemi në fakt vetëm në Tiranë, ne do të jemi edhe në Vlorë në datën 16, në datën 17 në Berat, dhe në 18 në Korçë. Pra që nga një koncert tur. Po. Do t'jeni në Tiranë me 15, në 16 në Vlorë, në datën 17 në Berat. Dhe në 18 në Korçë. Dhe në datën 18 në Korçë. Falë mbështetje sigurisht të teatrit të operës, edhe të bashkive dhe të teatrove të qyteteve ku do të shkojmë, të cilat janë shumë të interesuar gjithmonë, se kemi qenë dhe herë tjetër. Ka uri nga publiku, i cili ndërsa e afrohet ditëve të ngrohta për të shijuar diellin me bollëk të Shqipërisë dhe të mesdheut, ka nevojë vetëm për diell dhe natyrë dhe për det, ka nevojë për jetën kulturore në mbrëmje. Se ndërsa ti mbushesh me diell dhe me nxehtësi gjatë ditës, duhet të ftohesh natën. Dhe natën të ftoh vetëm arti dhe kultura. Se ndryshe nuk ka rrugë tjetër, ai të sjell të lëmon pak të ndërgjegjen. Unë do të theksoja diçka të vogël që këto idet tona në një farë mënyrë kërkojnë mbështetje. Patjetër. Dhe mbështetja e teatrit të operës ka qenë vërtet totale e madhe, domethënë drejtoria Ulonaçi ka treguar një mirëkuptim të jashtëzakonshëm për gjitha kërkesat, por do të thosha që dhe ambasada greke ka dhënë një kontribut për të sjellë muzikën dhe krijimtarinë e Theodorakis, instrumentistin e buzukut në Shqipëri. Sigurisht, dhe është një ngjarje shumë e mirë kulturore. Tani ti me greqishtën, se aktori do flasë shqip, po ti ç'le me greqishtën? Se greqishtja është një gjuhë, o zot, nuk di. Gjuhë e bukur shumë. E bukur shumë. Shumë vjetër. Gjuhë e dashurisë, komplekse. Gjuha e antikitetit. Gjuha e ëndrave, gjuha e perëndive ndonjëherë më duket. Në këtë rast do jetë një gjuhë që na bashkon. Na bashkon, pa diskutim. Unë kam atëherë, si çdo familje shqiptare që kanë prindrit në emigracion, kështu që unë që i vogël jam zërëse jam rritur atje me atë kulturën, domethënë, në momentin që sapo mbaroja shkollën, direkt shkoja në Selanik, në Greqi.
Edhe kaloja verën, 3 muajt e verës që 6 vjeç. Kështu që ti e pasë tamam një gjuhë të dytë për ty dhe do të jetë krejtë natyrshme që ti ta interpretosh. Dhe fuqia e artistëve shqiptar që kaq bukur bëhen bashkë për cilë iniciativa të tilla muzikore. Në fakt, më kërkojnë ndjesit ndërpres, ndoshta kjo është e bukura, sepse ne jemi shqiptarë. Atë sa do ta thoja? Po interpretojmë pikërisht herë të tjera, përgjithsisht kanë ftuar artistë huaj. Do unë këtë nisa të thoja, që e bukur artistëve shqiptar dhe fuqia e popullit shqiptar, mendoj, e kombit shqiptar, në thelb është fakti që ne kemi aq shumë tolerancë artistike dhe dashuria është madhe për artin, saqë tek ne nuk ka komplekse për kufi gjuhësh apo jo. Jo, ne jemi... Pra ti do të ngjitesh në skenë të interpretosh Mikis Theodorashis, pa asnjë kompleksitet, sepse përveç se jemi Ballkanas, jemi europian, jemi pjesë e një qytetërimi shumë të hershëm në Shqipëri. Absolutisht. Dhe këtë e vërtetoni vetëm gjuha jonë shqipe e folur, me aq mundësi sa ajo sigurisht nuk krahasohet me greqishten, por ama lehtësia dhe mungesa e kompleksitetit që ti ke si artist për të ngjitur në skenë bën këtë vërtet. Unë mendoj që bashkon në këtë rast. Dhe tek poezitë dhe tek këngët jepen disa mesazhe të mrekullueshme për jetën, sidomos në këtë realitet që jetojmë tani. Është vërtet. Ato janë poezi që vërtet ngrenë shpirtin peshe dhe japin mesazhe të mrekullueshme mbi të gjitha me kryefjalë atë që thuhet gjithmonë që është dashuria. Dashuria. Fuqia e dashurisë është misterioze. Nuk e dim se çfarë bën dashuria. Dim fuqinë e erës, fuqinë e energjisë. Na i kanë rregulluar shkencëtarët këto punë, po fuqinë e dashurisë nuk e dim. Ajo është e pa. Kështu që ato nuk e dim ende se deri ku e ka. Tamam, deri ku e ka masën dhe limitet e saj. Ju uroj suksese. Faleminderit. I ftoj të gjithë që në datën 15 prill të nxitojnë në Tiranë për të marrë biletat për Teatrin Operas dhe Baletit dhe pastaj në Korçë, në Vlorë, edhe në Berat, gjithashtu në datat 16, 17, 18, për të mbyllur syt në skenat ku do jeni, të ndiqni pak Artur Verën dhe Trita Ibrahimin, duke imagjinuar pak me muzikën e Mikis Theodorashis, ato ujrat e Mesdheut, vapën e bukur që po na vjen përpara, dhe duke se jeni amfiteatër antik. Dhe mund ta ndjesh muzikën e Mikis Theodorashis të lehtë, të bukur që do të vinë në shpirtin ton, ndaj mos e humni këto 4 net në 4 qytete shumë të bukura shqiptare. Faleminderit dhe një herë suksese. Ju ftoj të qëndroni si gjithmonë aty ndërsa unë bashkohem me Kristi.